Atëherë zoti Liu fillon faza finalore, Elbasani ndeshjen e parë ka me Eknatin, si e futi. Ashtu si që neve kemi prit gjitha ndeshjet e këtij kampionati, ashtu do presim edhe ndeshjen me Ignatin, sepse në të gjitha 6 ndeshjet që neve kemi bërë gjatë i kampionatit, 2 në kupë e 4 në kampionat, kemi treguar me gjithmonë që ndaj Ignatis kemi bërë ndeshje të bukura, të forta, të fuqishme, duke menduar që Ignatia në këto 3 vjet ka qenë ekip elitar në futbollin e Shqipërisë. Megjithatë jemi shumë optimist ne si tifoza, ne si veteran, optimist vetë klubi, dhe kjo ka një arsye shumë domethënëse, për arsye sepse Elbasani sot është final 4, është ai objektiv që ato i vunë vetës në fillim të kampionatit. Ishte në gjysmëfinalen e Kupës së Shqipërisë, për penaltit që u banë fund, ato janë masanej kismetet e lojës futbollit. Por Elbasani objektivi që i pati vend vetës e arriti. Kjo është gjë më kryesore. Ndërkohë vjen në këtë ndeshje pas 3 humbjeve radhëse. Nga ana psikologjike mund të ndikim të skuadrës. Kur ne vim mas 3 humbje radhëse, në Ignati vjen mas 5 humbje radhëse. Kështu që Shkodra vinte po me këtë humbje, Dinamo po me këtë humbje, i gjithë kampionatit shqiptar, ato që ishin të fundit vishin pa humbje. Problemi këtu ka i diçka tjetër që i tilla është edhe po do shikosh edhe në kampionatet edhe në Itali apo vende të ndryshme ndodhin fenomene të tilla, kupton, që të cilët ndikojnë. Tani në sa do ndikojnë negativisht apo pozitivisht, unë them që do ndikojë jo shumë, për arsye sepse nuk është se dominun ekipet ndaj nesh, më kupton, kjo është tjetër gjë. Por unë do të thoja që nesha ndaj Ignatis megjithatë do jetë një neshë bukur, do jetë një neshë fort, sepse luhet në një fushë krejtësisht asnjëse. Është një lojë për dinjitet, për të arritur nivele, sepse të dy ekipet pothuajse po janë në Europë. Por këtu është diçka tjetër që Elbasanit i mungon të ky titull i fundit që ka marrë është 20 vjet përpara. 20 vjet përpara ne kemi qenë pjesë e Europës, mos 20 vjetësh jemi pa pjesë e Europës. Po ta mendosh ku ishim para 5 vjetësh në këtë moment që ne flasim, nuk ishim ekip fare. Tani sot pretendojmë për titullin kampion. Pra është një sukses i jashtëzakonshëm që ne si veteran të futbollit, apo ish pjesë e skuadrës së Elbasanit, apo si popull, apo si qytet, e falenderojmë shumë ekipin, falenderojmë atë staf që ato që kanë punu, falenderojmë atë ekip me atë trajner që megjithëse kanë gjetë një grup, një gjuhë të përbashkët. Pra, janë disa falenderime që vijnë grupit gjithë. Si ishin shanse për titull kampion midis 4 skuadrave? Unë do të thoja që jemi në garë, sepse në përgjysmimin e pikëve që bëhet, aprimiteti është i afërt. Ne me Rogozhinë jemi 4 pikë larg. Kurse me Shkodrën jemi 1 pikë, Dinamo diçka më shumë, më larg, por midis kësaj treshe për mua do ketë një rivalitet fort. E gjithë kjo varet që nesha e parë e kampionatit, që neve kemi me Rogozhinën. Nëse ne dalim me rezultatin pozitiv, atëherë do jetë një ndeshje, do jetë një çift i fortë midis nesh dhe Vllaznisë, që bëhet ndeshja e fundit. Ajo do jetë një lojë shumë e fortë për të marrë titullin kampion. Ndërkohë Elbasani pritet të ketë një mbështetje të madhe nga ana e tifozërisë edhe në qytet, sa mund ta ndihmojë këtë skuadër? Tani doli në një vend që megjithëse edhe unë kënaqem kur them që ne jemi ndër ekipet ose qyteti i Elbasanit vetë me tifozëri më të zjarrt. Tash ne duhet të kuptojmë një gjë që Elbasani si ka munguar asnjëherë tifozëria. Elbasani ka qenë jo sot, po edhe me dekada që tifozëria e Elbasanit ishte ajo që e mbështeste dhe që brorisë stadium. U deshën shumë vite të cilët neve ngecëm, dhe ajo tifozëri sot është e hetshme për të pa një ekip kampion, për të pa një ekip të luajë në Kupën e Europës. Kështu që ndonjëherë edhe faj nuk i veti tifozërisë Elbasanit. Unë e falenderoj shumë që ato janë prezent, e falenderoj shumë që ato e ndjekin dhe shoqërojnë futbollin, flasin me pozitivitet shumë të madh. Por ka momente që nga ajo dëshirë e madhe, nga ajo kënaqësi e madhe që ato ndjejnë, mund bëjnë dhe gabime, por unë do të thoja që ato janë një grup njerëzish të cilët do të reflektojnë aq bukur që do ta kuptojnë dhe vetë gradualisht, ato do jenë një mrekulli për qytetin tonë. Kështu që ja lej dorë atyre të kuptojnë gabimin vetë,
edhe të reflektojnë ata. Po tifozërinë asnjëherë mos e shuj, sepse ajo tifozëri na nxit neve të gjithë edhe vetë skuadrën.